Drejtuesi i fondacionit Fundjavë Ndryshe, Arber Hajdari, u vlerësua nga komuna e Dibrës së Madhe me titullin qytetar nderi për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në fushën e humanizmit, për ndihmën e pakursyer të shtresave në nevojë dhe për promovimin e vlerave të solidaritetit dhe pamirësisë, duke qenë një shembull frymëzues për shoqërinë. Ky ishte motivacioni pse Arber Hajdari sot gëzon titullin qytetar nderi i Dibrës së Madhe. Titulli ju akordua nga kryetari i komunës Hekuran Duka. Arber Hajdari tha se titulli qytetar nderi i Dibrës nuk i përket vetëm atij, por të gjithë njerëzve që kanë mbështetur fondacionin Javë Ndryshe për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Marrja e titullit qytetar nderi i komunës Dibër është një nder i jashtëzakonshëm. Jo vetëm për mua si individ, por për të gjithë ata që besojnë në fuqinë e të mirës dhe solidaritetit. Të vlerësoj Dibra do të thotë të vlerësoj një komb i tërë. Dibranët, kudo që jetojnë, në Shqipëri, në diasporë apo në trojet shqiptare, janë ambasadorët më të dënjë të vlerave tona më të larta: mençurisë, burrërisë, qëndresës dhe besës. Dua të theksoj se ky çmim sot nuk më përket vetëm mua, por edhe atyre njerëzve të ndershëm që na kanë mbështetur në çdo hap të rrugtimit tonë. Ky është një vlerësim për të gjithë ata që besojnë në fuqinë e të mirës dhe që na kanë dhënë kurajo e forcë për të vazhduar përpara. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kreu i Partisë Demokratike për Integrimin në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, i cili e cilësoi Arber Hajdarin si hero të paqes dhe humanizmit. Veçantë për prani kaq cilësore në këtë eveniment ku Dibra, kryetari, resursi i Këshillit shqiptar. Ministri i Drejtësisë, Ulci Manja, tha se për vlerat që përcolli Arber Hajdari është një shembull që duhet ndjekur nga të gjithë të rinj shqiptar. Unë dua të falenderoj me zemër Këshillin e komunës të Dibrës Madhe, kryetarin e Këshillit me emër të këtij këshilli, por dhe kryetarin e komunës Hekuranin, që diti të godas me dhënien e titullit qytetar nderi Arber Hajdari. E tha shumë bukur profesor Kapigjiu që e mësuar të shohim të jepet këtë titull për njerëz që janë në fundin e moshës tret, por ja që një medaljon si që quajti mikja ime e vjetër Efta Cami, një medaljon i rinisë shqiptare, e merr sot këtë titull në një moshë fare tre, sepse me sa duket, vullnetarizmi dhe humanizmi si vlera universale të njeriut e bëjnë Arber Hajdarin shembull për rinisë shqiptare. Në ceremoninë e mbajtur në godinën e komunës së Dibrës së Madhe, morën pjesë familjarë të Arber Hajdarit, politikanë nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, artistë dhe gazetarë, të cilët shprehin mirënjohje dhe vlerësime të shumta për të.